që ndihet rahat. Deri diku, po të ftuar gjithmonë impostohen. Dhe me thënë, ata të ftuar që ti mendon që këta do jenë pa parë. Si mos impostohen ai mendon kur e pyet ti, po që ka grun, ka fëmijët, po që pa gru mendon dashurën. E dashura dashurin. Se nuk është i konteksti i podcastit. Absolutisht, unë kam zgjidhur shere çifte. Ja, do të tregoj për pak. Kush e di sa ke ngatruar. Do të tregoj për pak. Po çaj pyetit ftuarit? Shiko, është diçka, unë nuk pyes. Unë kam rubrikën time pyet Windin. Unë këtë e kam nisur që në 2017 në Instagram. Dhe mua më vinë njerëzit që më tregojnë hallet e tyre, dhe ata duan një mendim dhe një këshill se si unë do e zgjidhja nëse do isha në vendin e tyre. Unë kam mbaruar për psikologji. Dhe ideja është që nga probleme që janë familjare, që në probleme shoqërore, që në probleme kur ti je në një marrëdhënie, si do ja bëjmë long distance, ajo vlen apo jo. Domethënë, është në shumë aspekte, edhe në aspektin shpirtëror, po edhe në aspektin e self-confidence, vetbesimit, self-love. Po, të tjerat që më tek, edhe ato ti pysin. A ty të ngeli mendje. Ose çudite. Po, se janë kaq të hapur shqiptarët që pyesin edhe për ato. Patjetër, po janë shumë të hapur, shumica shkruajnë dhe pyetja më e çuditshme për shkak që të kanë bërë. Pyetje ka shumë, po unë do të them diçka që mua më ka çuditur dhe tronditur, sepse kam pasur një rubrikë ku është pyet Windin, po kam thënë më tregoni sekretin tuaj. Dhe jam habitur se sa shumë njerëz më kanë treguar për inceste në Shqipëri. Ky është fenomen realisht problematik në Shqipëri që aty këtu del, po sidomos kur zbulohet në një rast pastaj fiet çojnë. Absolutisht, dhe kjo më ka habitur. Po dyshojnë për inceste apo denoncojnë inceste? Jo, më kanë treguar raste që kanë ndodhur incest, që kanë ndodhur dhe djali me kushërirën, pra 2 djem, ka treguar raste që kushëria më ngacmon, i kam thënë disa herë largohu, tani si t'ja bëj këtë muhabetin, si t'ja them shtëpis, ose nuk duaj që të futet në sherr fisi, pra dhe në akte incesti, dhe në akte incesti, po edhe... Këto janë gjërat më tronditse që kanë qenë. Po në raportet seksuale, janë të hapur? Po janë. Janë të rinjt apo dhe moshat e tjera? Podcasti im kërësisht ndishet nga moshat 30 e ca, pra 30 vjeçarët, pastaj 18 me 25 dhe moshat 40 e sipër janë të barabarta, si që më ndjeken. Por kërësorja është 30-a. 30, se të 30-a i kanë hallet njerëzit, e? Si duket, ata të 20 s'u e kanë kuptuar akoma që i kanë. Si e nisi podcastin? Nga se të nisi, si ide? Atëherë, unë në fakt, kam qenë shqiptarja e parë Albanian YouTuber, që në 2015-ën. 10 vjetë? Po, një dekadë më bë tani. Ideja është, mënyra se si unë e nisa, ishte, ku jam qenë me vogël, nuk kam pasur shumë shoqëri timan. Nuk kam gjetur asnjëherë veten tek të tjerët. Dhe mbaj mend gjitha një YouTuber e huaj amerikane dhe shikoja dhe thoja, wow, sa më pëlqen kjo vajzë, do me thënë, gjëra që thoshte, mësoje, të bënte entuziaste për jetën, dhe duke ndjekur këtë... Ato fjalimet motivuese amerikane... Absolutisht, për shiko si ishte ideja, unë kam qenë 134 kila, tani pa, 134 kila. Dhe gjej këtë vajzën YouTuber e huaj, dhe kjo ishte e shëndosh, për që kështu bjonde, seksi, ku kishte në Shqipërinë dhe njerë kështu s'kishim parë. Dhe e dëgjoj që fliste, mos e vrisni mend, jeni të bukur si do që t'jeni, dhe duke parë një njeri që u motivove. Absolutisht, një motivim që këtu në Shqipëri as nuk shkonte mendja që ti mund të thuash, po, unë jam e shëndosh edhe seksi, nuk ekzistonte. Po. Pastaj unë fillova duke e bërë këtë në Shqipëri, kështu e kam nisur me body positivity. Hapë rubrikën Pyet Windin, gjithë njerëzit më thonin në YouTube, në Instagram, pastaj gjithë më thanë hap YouTube, hapë YouTube-in, tani u hap dhe podcastin. Dhe podcastin sa herë bën çdo javë? Varet, sepse unë postoj diku te 45 minuta një orë dhe mbaj gjithë emisionin vetëm. Dhe flas që nga spiritualiteti tek problemet tjera. Nuk ke të ftuar, domethënë. Kam pasur të ftuar, por më pëlqen më shumë kur jam. Ai disa e mendoj i ftuar se kush e di ç'a bën me klas aty. Jo, në fakt nuk është kështu se. Bën dhe vetëm të më ftuar. Të beton, domethënë. Kam pasur shumë njerëz që të gjithë më thonë kur do më ftosh te podcasti, sepse ashtu duket, po në momentin që je atje, ne jemi një komunitet tani pa parë gjykime fare. Ne nuk kemi as të vëmë në siklet as për ca views-a më shumë. Ideja është ne flasim. Ne flasim çfarë është halli atë diskutojmë. Çfarë është halli? Ky popull halli gjithë është nga ta marrësh. Ma beso, dhe të fakti kur thash për seksin nuk është në atë mënyrën vulgare seksi. Jo, më kushta aty që seksi është vulgar, them keq kuptohet, nuk kuptojmë fare. Për njerëzit që na ndjekin. Ka shumë të bëjë mënyra se si ne e shohim seksin, se si ne e shohim personin tjetër. Jemi edhe një botë pak më të hapur, se tani unë i përkazi brezi që vjen dhe nga një kohë më e hershme. A ka një, po e quaj, shikim më të hapur, më open-minded në brezat e rinë Shqipëri në raport me seksualitetin?
Edhe po, edhe jo. Njerëzit që janë më të iluminuar, unë do thoya janë pas të 30-tave, dhe janë zakonisht njerëzit që kanë qenë shumë mendje ngushtë, kanë udhëtuar shumë, kanë luftuar me veta dhe tani janë shumë open-minded. Pra dhe 40-tat. Po të mbyllurit kush janë? Të mbyllurit zakonisht janë, unë kam pasur dhe në universitet, që unë kam studuar për psikologji, që ti si nxënës nuk mund të jesh mendje mbyllur në lëndën e psikologjisë, dhe shumica për tyre kanë qenë pafund mendje mbyllur. Ishte fakti që ishin kundra të diskutimit të komunitetit LGBT. Kundër diskutimit? Një rast... Ty ja ku ke imamin që është kundër. Je kundër, besoj? Absolutisht. Jo, po të tregoj një rast specifik? Po. Pedagogja jonë në bëri pyetja në orën e psikologjisë. Çfarë është më keq për ty? Të kesh një mikesh që është e përdal, po themi? Po. Apo të kesh një shok gay? Dhe shumica e njerëzve, po çfarë të kesh një për njërin apo tjetrin? E para si bën e dyta. Do më thënë e përdal, se kjo fjala e përdal. Tani nuk po them dot. Me thënë me delikatesë. Po pra, jo, e përdal në aspektin që do të ngacmoj të dashurin tënd, apo më mirë të kesh një shok gay. Dhe këtë pyetje e bëri specifikisht për të kuptuar. E bën pedagogja këtë? Po, dhe kishte një debat pedagogja në universitet. Është filozofike kjo. Po, ne jemi në orën e psikologjisë dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme për të bërë. Sepse në momentin që njerëzit thonë për mua shumë mirë të kem shoqë një vajzë mua më mirë të dashurin se të kem një shok gay, këtu ti e kupton se si shikojnë gjërat në Shqipëri. Po atë çekja atë në kokë. Ishte Krishtlindje. Aha, e ke për Krishtlindjeve? Po, isha drerje. E thash se është uniform. Uniforma punët. Do po të vinë ndriçimi atje nuk ja vë atë në kokë, që tali. Jo. E të dëron. Pra, tani ti ke 10 vjetë që ke këtë komunikim. Po. Dhe ke komunitetin tënd, si që tha Orinda, pak më besnik të... Shumë. Unë, në fakt, kam qenë shumë kurioz dhe të di kush janë njerëzit që më ndjekin, dhe unë jam surprizuar se dashuri ka marrë, sepse njerëzit që ndjekin podcastin tim punojnë në banka, punojnë mjek, janë avokat. Me atë punë të gjithë merren. Po kështu që s'ka si mos ta ndjekin, mos i ndaj në profesione. Njerëz të tillë në profesione shumë të mira më thonë, mezi pres nxjerrësh podcastin, e shoh me të dashurën, e shoh me gruan, mblidhe me shoqërinë. Kjo është mirë, nuk qenë ke keq me këtë gjë, e pas ke gamën e gjerë të Kikit, se do i them pas. Kush janë shikuesit kryesor? Veç këta që i nxefni, trajnerët, futbollistët. Pjesë më të madhe, statistikisht gjithmonë. Jam çuditur, futbollistët janë shumë intolerant. Trëmben për herë të shkruajnë. Çe kanë këtë? E kanë shumë frikë kritikën. Se dhe ti e marr me sport, Floriana. Sportistët e kanë shumë frikë kritikën edhe preferojnë futbollistët që janë aktiv, po themi të momentit, kanë preferencë më shumë të shkojnë në podcaste që flasin për çdo gjë përveç futbollit, se sa të vinë përballën me... Mos bëni gabim. Mbase jo kritika, kritika atleta.